Ajo që ka mbeti nga djegja e baterisë po largohet. Zjarri e përfshiu atë ku ishte e vendosur në një ndërtesë në lagjen Pejton të kryeqytetit mëngjesin e së premtes. Shpërthimi i pajisjes që është e një investitori të cilët njoftuan më njëherë zjarrfiksit. Në 6:15 mëngjesit, BPZ Prishtinë ka marrë informatë se në rrugën Pashkovasa, domthonë është duke dezur një lokal, ekipi Ragus ka intervenu, kemi pas të bëjmë me shpërthim të baterive, të invertorëve. Sipas Reçanit, situata ishte alarmante, por megjithatë nuk është dashur për ndonjë intervenim shtesë. Sipas OX-na është kriju tim dhe ka kriju pak panike të banorët e ndërtesës. Me këtë rast, ekipet tona Raguse kanë evakuar 2 familje. Fatmirësisht intervenimi ka përfundu pothuajse me sukses dhe nuk ka pas nevojë për tretman mjekësor asnjë personal. Bateritë ishin vendosur për të siguruar furnizimin me energji elektrike për kompjuteret dhe pajisjet e ruajtjes së të dhënave të klientëve në rast të ndërprerjes së rrymës.